Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar mbarvajtjen e Big Brother VIP Kosova, me aq mundësi sa kemi patur ne të sigurojmë informacione. Unë kam bërë një përmbledhje, në fakt, kam bërë një analistë detajuar të Big Brother VIP Kosovës, por njëherë dua të flas pak për këtë kompeticion. Big Brother VIP Kosova vitin e kaluar ka qenë një ndër sezonat më të suksesshme. Fal Olsa Muhametit, një producente spektakolare, por fal edhe Alaudin Hamitit, i cili ka qenë i përkushtuar denjësisht për të arritur suksesin i cili u arrit. Tani, realiteti që duhet pranuar është ky. Në qoftë se gjesti pati sukses të jashtëzakonshëm, ishte zbulim i Klan Kosovës, ishte zbulim i Big Brother VIP Kosovës, edhe pse Big Brother VIP Albania e mori të gatshëm. Por, gjithsesi, këtë vit pritet që të jetë edhe një spektakël më i madh. Është përfolur shumë për opinionistët, është përfolur shumë për moderatorët, por zyrtarisht moderator do të jetë Alaudin Hamiti, normalisht me Jonida Vokshin, sepse që të dy e kanë ndërtuar imazhin dhe emrin e Big Brother VIP Kosova, sepse publiku ashtu është mësuar që t'i sheh, por ne kemi bërë një analizë të detajuar, të cilën dua ta komentoj dhe ta ndaj me ju. Ka nisur numërimi mbrapsht. Big Brother VIP Kosova është shumë afër i kthimit në ekran. Dhe këtë herë flitet se spektakli do të jetë më i madhi, më surprizues dhe me më shumë rros. Edicioni i ri pritet të nisë diku nga data 28 tetor deri afër datës 9 nëntor. Do me thënë, është fundi i muajit tetor dhe fillimi i muajit nëntor. Nuk ka një datë fikse se kur do të filloj Big Brotheri. Do me thënë, zyrtarisht nga Big Brother VIP Kosova nuk ka dalë asnjë lajm. Të gjitha këto që në fakt përfliten janë lajme që përfliten lart edhe poshtë, data që përfliten lart edhe poshtë. Janë përmendur edhe banor të cilët do të jenë brenda këtij formati, si gazetari i nderuar nga Kosova Lorik Kajtazi, që ka qenë pjesë e komentimeve të Big Brotherit në emisionin e mëngjesit në televizionin Klan Kosova, por edhe personazhe të ndryshëm të tjerë si Leonora Jakupi u përfol një herë si personazhe, tani përflitet si opinioniste, është përfolur Beta, një artist i nderuar nga Kosova dhe shumë personazhe të tjerë. Por ju e dëgjuat shumë bukur që jemi shumë pak larg ditës më të madhe, ditës kur do të triumfoj dhe do të hapën dyer për herë të parë në edicionin e 4 Big Brother VIP Kosova, një format që jam shumë i bindur me shkatësinë e Olsës dhe me shkatësinë e Laudinit do të na thumbojnë për ekranin. Edhe pse produksioni nuk e ka bërë akoma një njoftim zyrtar, burime shumë pranë spektaklit flasin për ndryshime të mëdha në këtë sezon. Ju e dini shumë bukur sepse unë e kam komentuar, do me thënë nuk do të jetë më një shtëpi e njëjtë, nuk do të jetë më një arredim i njëjtë, do me thënë bëhet fjalë për investime goxha të qëndrueshme, bëhet fjalë për një shtëpi që do të na lërë të gjithë me gojën hapur, sepse sekreti i shtëpisë më të madhe shqiptare apo shtëpisë Big Brother, vllau të madh është ky. Komoditeti, pamja, luksi që kjo shtëpi mban brenda, do të thënë është një botë më vete që asnjë nga banorët i cili bëhet pjesë e formatit të tillë nuk e ka shijuar në jetën e vet. Veçanërisht një nga elementet, do të thënë përpos luksit, komoditetit, pamjes së bukur që nuk e dyshoj fare tek Alaudini dhe tek Olca, fare nuk e dyshoj këtë pjesën, do me thënë e di që do të na shokojnë të gjithë, sepse kanë shije, kanë gusto, për shembull nëse ju shikoni shtëpinë e Alaudinit është e veçantë, thënë kanë gusto në veten e tyre, por ajo që më së shumti është komentuar këtë vit janë opinionistët. Tani në sezonat e kaluara, opinionistët kanë qenë ndër figurat më të diskutuara, sepse kam thënë gjithmonë, në këtë reality show opinionisti është shumë i rëndësishëm. Ata që me komentet e tyre kanë ndezur debatet, kanë krijuar tensionet, por edhe vendosni në ritmin e spektaklit. Këtë herë flitet për një ndryshim bombastik në këtë rol.
Në listën e emrave që po qarkullojnë janë disa prej personazheve më të njohur të showbizit të shqiptar. Në mes tyre përmendet edhe gazetari dhe ish opinionisti Big Brother VIP Kosovës, Olti Curi, ka qenë në Big Brother VIP Kosova 1. Një figurë e njohur për ironin, Olti njihet për këtë gjë, komentet e drejt për drejta dhe qëndrimet pa doreza. Olti ka qenë gjithmonë aktiv në rrjetet e tija sociale, sidomos me opinionin e tij për një reality show. Ndaj prezenca e tij në një format si Big Brother VIP do të cilte shumë debat dhe ndoshta edhe shumë tensione. Tani, duke mos e ofenduar fare Leonora Jakupi, një respekt veçantë për Leonorën dhe imazhin e saj, unë mendoj që Olti dhe Dalina Buzi do t'ishin përzgjedhja ideale për opinionist në një format të këtillë, sepse do të krijohej jo lojë, po do krijohej luftë jashtë shtëpisë së Big Brotherit me opinionistët. Një luftë që ka qenë vitin e kaluar, tani duhet ta themi hapurazi, Milaim Zeka, gazetari nderuar, dhe Olta Gixhari, aktore e mrekullueshme që të gjithë e njihni, domethënë kanë patur një qasje fantastike. Tani, ndoshta për ato të dy ka qenë një qasje sinqert, sepse i kanë treguar gjërat e vërteta të njëri tjetrit. Nuk kanë patur atë luftën mes tyre, gjë e cila u pranua edhe tani nga zoti Zeka. Por në këtë rast, për pole të kundërta të opinionistëve dhe për të krijuar shikueshmëri, për të tërhequr audiencë, sekreti i medias është ky, Milaimi dhe Olta ishin ideal. Dhe kush mund të zëvendësonte Milaimin dhe Oltën? Olti dhe Dalina, sepse Leonora më duket një karakter pak më i tërhequr, nuk ma merr mendja që Leonora do lejonte veten e saj që të arrinte deri në debat, apo të arrinte në diskutime të forta që të ofendoheshin për shembull edhe opinionistet mes njëra tjetrës. Por Olti dhe Dalina janë pa pardon, janë me kartat hapura dhe do të ishte ideale Klan Kosova me përzgjedhjen që do të bënte, se do të bënte namin. Tani, siç e thash, një tjetër emër që përmendet është Dalina Buzi, gazetare dhe opinioniste që njihet për qasjen e saj kritike dhe analitike ndaj botës së showbizit. Dalina mund të jap spektaklit një qasje më profesionale dhe më të thellë, duke balancuar mes komenteve me stil dhe debateve të forta. Dhe Dalina do të ishte ideale për këtë drejtim, do të ishte spektakolare. Por nuk mbarojmë këtu. Një surprizë e madhe, siç e thash, mund të jetë dhe Leonora Jakupi, po këngëtarja shumë e dashur për publikun mund të jetë në panelin e opinionistëve. Dëgjoni, këtë vit mund të shkojmë dhe me 3 opinionistë. Më thënë, nuk është se është një numër i përfunduar që duhet në një spektakël si Big Brotheri të mbeten 2 opinionistë. Jo, mund të jenë edhe 3. Qa ka të keq që të jenë 3 opinionistë, se fundi a fundit brenda asaj shtëpie po të bëjmë një numër dhe në 5 orë transmetim drejt për drejt, 3 opinionistë kanë shumë hapësirë, kanë shumë moment dhe kanë shumë qasje për të folur. Do të ishte spektakolare. Tani, Leonora do të tërhiqte audiencën, thash, vetëm me qetësinë edhe me karizmin e saj. Do të thonë, nuk është një opinioniste që do të bënte namin me opinione. Mos e prekim këtë pjesë, nuk është një opinioniste e tillë. Leonora Jakupi është një artiste mrekullueshme dhe ka qëndrimin e artistes, ndërsa opinionist për bërë namin dhe për të shkatruar medien janë Olti dhe Dalina, janë ideal fare për këtë punë. Natyrisht këto janë ende hamencime, mos i marrim të mirë qëna, do të thënë janë lajme që përfliten lart e poshtë. Por burime të ndryshme flasin se këtë vit produksioni është i vendosur të sjellë emra të mëdhenj për të rritur edhe më shumë interesin e publikut, por flitet për buxhet më të madh, për skenografi më të re, por edhe për një format më dinamik dhe ndoshta edhe për disa rregulla, jo që ndoshta, po për disa rregulla shumë të forta brenda kësaj shtëpie. Tani, e sigurt është një gjë, që çdo sezon i Big Brother VIP Kosovës ka sjell spektakël, debate, lidhje dashurie, miqësie, të papritura dhe ndarje dramatike. Dhe këtë herë gjithçka pritet të jetë edhe më e zjarrt, ku në Big Brother VIP Kosovën, më besoni, do të bëhet nami. Ne do të takojmë sërish së bashku, ju më jepni mendimin tuaj për këto ndarje që unë thash, dhe sipas komenteve, ne do bëjmë dhe një video, do ju a bëjmë dije të gjithëve, do me thënë këtë javë,
do sjellim një poster, do sjellim një reklam që do fillojmë një rubrikë që do të jemi të gjithë live në kanalin Monitor TV për të komunikuar dhe për të ndarë mesazhe dhe telefonata së bashku me ju. Ne do të takojmë sërish së bashku, na ndiqni me subscribe në kanalin ton.